Vërshimët e ditëve të fundit kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme edhe në Krajkin e Ri, duke vështirësuar jetën e banorëve dhe duke I detyruar disa prej tyre të largohen nga shtëpitë, si pasojë e nivelit të lartë të ujit që është futur në shtëpitë e tyre, ndërsa banorët kërkojnë me urgjencë strehim momental, pasi nuk kanë kushte për të qëndruar brenda ambienteve të tyre. Banori I fshatit, Jemin Daçaj, shprehet si situata është alarmante, nuk kemi rrymë, fëmijët I kemi larguar për shkak të rrezikut, dëmët janë shumë të mëdha, tha I. 500 vetë, e këto. Dhe mund të mundu me pësu diçka, mas ujë shumë I madh. Cilat janë dëmët? Dëmët janë katastrofale, I kemi nxitje qendrore në podrume, ato janë kështu. Mos edhe kati parë, në me shtoja, shka ka s'ka, totalisht të. I ku pas do pula, do I pështova, do si pështova, pimë në gjesit. Në fakt, të natën jam që do. As kemi rrymë, as për mundë më fletë, midi kom largu, jo me dhe vetë vorë që do, me që ta kuj shifë dhe I rrotho që do. Sa për moj, ambas për mundë më bo njërë kërgjo. Edhe Qazim Daçaj thekson se mungon ndihma institucionale sipas tij, deri më tani ndihma e vetme ka ardhur nga familjarët, ndihmë nga askush tjetër nuk kemi pasur. Problemi më I madh është se nuk kemi ku të qëndrojmë më, u shpreh ai. Unë e kuptoj që është për perëndije prej, po këto ekzistojnë një faktor të cilin duhet komunia apo shteti të mirën me këto sene. Faktori parë është mbretëria, dyti është lumi Drini Bardh. Drini Bardh nuk ka shtrat. Nuk e vetëm Zoti e din ka shkonaj. Atje poshtë mbreg Drini Bardh aty se na afrohesh. Prej mbretërime, prej drunave, prej zdi aty nuk e di. Unë jetoj në që edhe degradimit edhe mungesës së mirëmbajtjes. Normal. Po s'ki kujt të bësh apel Nërë Zotit me metë. Tash për tash e kemi vend banimin, që për na shef vetë prej të martës mbrëmje jemi në rrugë. Dëmët? Dëmët mes flasemi. Dëmët janë katastrofale. Asë një send prej shtëpisë s'kemi pas mundësi ta tërhequmi. Lidhur me situatën në zona të tjera, Drejtoresha për Emergjencë dhe Siguri Ramize Sinan Ajshala deklaroi se gjendja është rënduar edhe në fshatin Xhonaj dhe në afërsitë të fshatit Landovic, ku është vendosur tashmë Krajku I Ri, të cilën e kishte vizituar sot. Ajo bëri të ditur se disa shtëpi në këtë zonë janë të bllokuara nga uji, duke e bërë të pamundur qarkullimin dhe duke rrezikuar sigurinë e banorëve. Sot që nga mëngjesi kam qenë në teren edhe në Xhonaj edhe në Landovic. Në Landovic ende është gjendja më e rënduar, disa shtëpi janë të bllokuara nga uji dhe ende nuk është zbrazur uji I cili është grumbulluar aty. Për dëme nuk mund të flasim, pasi që është heret, po si që dim shumica e fshatrave edhe disa biznese janë prekur nga vërshimet. Ndryshe, vërshimet vazhdojnë të mbetën një problem serioz, ndërsa banorët presin ndërhyrje dhe ndihmë urgjente nga institucionet përkatëse për strehim dhe menaxhim të situatës emergjente.